Të dashur shqiptar, sot do të mësojmë për qytetin e bukur Foinikion të zbuluar në Sarand. Jemi live në TikTok dhe të gjithë admiruesit e mi po shikojnë se si bëjmë filmat e mi pa ndërprerje, të pa edituar, të pa redaktuar, thjesht nga zemra. Flas drejt për drejt me ndjekësat e mi, live streaming, po flas edhe për ju në YouTube drejt për drejt. Do ta shikoni aftësitë e mia personale. E kam arritur këtë zhvillim për shkak të eksperiencës 30 vjeçare mbi gjuhën shqipe dhe mbi materialet e zbuluara në Shqipëri. I kam mbledhur të gjitha pllakat e Akademisë së Shkencave të dashur shqiptar. 224.000 pllaka të fotografuara janë në kompjuterin tim. Do t'i nxjerr dal nga dal. Kuptohet që nuk do bëj 224.000 filma, kjo është një çmenduri, por dhe mund ta bëjmë në qoftë se ju na përkrahni në YouTube, bëheni antar të klubit ton, të akademisë son. Praktikisht fjalori im është botuar që në vitin 2004 falas në internet dhe është ribotuar 13 herë. Botimi i 14 është në Akademia Edu, është gjithashtu në Scribd, 2 faqet më të rëndësishme të dokumentave në internet. Është ndjekur nga 19.000 studiues nga gjithë bota. Unë këtë fjalor ja kam ofruar disa herë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë që ta nxjerrin falas në serverin e tyre për shqiptarët. Është në anglisht. Dhe Akademia nuk e pranon. Përse? Një nga fjalët më të bukura që kam gjetur në gjuhën e lashtë ilire është foinos. Shkruheshte me p, shqiptoheshte poinos. Ka kuptimin e kuqes si gjaku në gjuhën greke, por dhe ilire. Duhet kemi parasysh që ilirët ishin grek. E di jeni komplet të tronditur, siç isha dhe unë, në vitin 2020, filmi im i parë për monedhën e Shkodrës, gjatë regjistrimit të filmit filloi dhe qaj, më dalin lot të hidhur, sepse e kuptova që emri Skodrinon është në numrin shumës nga fjala Skodrinos në ilirisht dhe Skodrinos është një emër mashkullor, një lloj si Albanos, në greqisht është Alvanos, do thot banori i Albalongës, do thot romak, që ngritën perandorin albane. Kjo është perandoria romake. Po ashtu Dardanos është banor i Dardanis. Emër i lirë, por është emër grek, jo shqiptar. Edhe emri Skodrinos do thot banor i Shkodrës. Pra pashtesa nos i vihet emrave abstrakt që do thot banor. Në gjuhën shqipe kjo ka mbetur me an, Shkodran. Ndërsa në gjuhën ilirë dhe greke ka qenë nos. Alvanos do thot Alban. Dardanos do thot Dardan. Skodrinos do thot Shkodran. Gjuha shqipe ka trashëguar këtë prapashtesë greke ilire. Pra, vetë fjala Albanos, vetë fjala Dardanos dhe vetë fjala Skodrinos tregon që jemi vendas, në greqisht autokton. Nga auto do thot vetë, kthonos i thon tokës, do të thënë i vetë tokës, i lindur në këtë tokë, jemi ne. Por emrat ne na i kanë vënë grekët, sepse ilirët ishin grekët e veriut. Kur unë e kuptova këtë, isha në një moshë të mesme, por unë e kam kuptuar këtë që kur isha student, kur rastësisht gjej në shtëpinë e tezës sime Enciklopedinë Britanika, nuk e lexoj të gjithën, por shfletoj disa faqe për ilirët dhe aty gjej fisin ilir Kelidonis, që në greqishtën e lashtë do thoshte dallëndysha. Gjej fisin ilir Enkelei, që vjen nga greqishtja e lashtë, Enkeli i thon gjallës, që ka hyrë si fjalë shqipe, ngjalla.
Pra kur thon grekët që ju jeni nga Kaukazi, kjo është për të qeshur. Dhe do të them unë se përse. Grekët kanë quajtur Alban ose njerëz të bardhë indo-europianët, sepse grekët nuk janë indo-europianë. Grekët janë fenikas të dashur shqiptar. E di edhe ju jeni të tronditur, si që trondita unë, kur gjeta fjalën skodrinon. Pra, skodrinon është një lloj si dardanon, është një lloj si albanon, është një emër në numrin shumës rasa gjinore greqishte e lashtë, e cila është krejt ndryshe nga greqishtja e re. Në greqishtën e lashtë kishte 5 rasa, ndërsa në greqishtën të re, rasat janë zhdukur, janë krijuar 4 rasa. Pra është rindërtuar gjuha greke mbas ardhjes së fiseve gote gjermane, e shkatruan Helladën plotësisht. Pra unë kuptova që Dardanon vjen nga koinon Dardanon, do të thot bashkësia e Dardanëve. Albanon në Arbanë, sot, vjen nga koinon Albanon, do të thot bashkësia e Albanëve. Skodrinon do të thot shkodran, koineja e shkodranëve. Nuk është fjalë shqipe, sepse në gjinore shumës në gjuhën shqipe kjo është e shkodranëve, e albanëve, e dardanëve. Pra kuptova që gjuha ilire nuk është gjuhë shqipe. Është tronditse, e kuptoj. Rezulton që ilirët janë grekët e veriut dhe kjo provohet me të gjitha qytetet në Kroaci, që ishte pjesa më e rëndësishme e Ilirisë, në fakt quhen ilirët e vërtet nga Plini i Vjetër. Plini i Vjetër këta i quan grek. Kanë ardhur nga Tana Graja ose Graja, vendi ku nderohej perëndia Demeter, e thinjur gjatë dimrit, kur vajza e saj Persefon largohet bashkë me lulëzimin e pemëve. Të kuptosh që ilirët ishin grek është shumë tronditse. Jo vetëm për mua, ka qenë tronditse për 19.000 gjuhëtar nga gjithë bota. Të gjithë janë tronditur, jo unë. Nëse unë jam tronditur, ata janë tronditur edhe më shumë. Unë pa dashje kam hedhur poshtë të gjitha librat e Harvardit, Oxfordit, Vienës, Berlinit, Romës. Jo vetëm të Akademisë së Shkencave. Nuk bëjnë, të gjitha këto libra janë iluzione, interpretime mitesh. Pra unë kam arritur sot në konkluzionin që realiteti ku ne jetojmë është iluzion. Është ngritur mbi përrallat greke, mbi mitet. Tani mitet greke shërbenin për qëllim tjetër, shërbenin për të shpjeguar elementet e natyrës, ndërsa grekët e sotëm i përdorin këto mite për të marrë territoret shqiptare. Kjo është shumë e rëndësishme. Mbajini mend, grekët e përdorin mitologjinë si armë, si propagandë. Dhe është e çuditshme sepse këto mite janë pagane. Vetë grekët i kanë djegur të gjitha statujat, i kanë bërë gëlqere. Në Apolloni është fura më e madhe e antikitetit. Janë djegur miliona statuja greke, ilire. Dhe ilirët mbetën pagan. Ka më shumë pllaka iliro-helene në Shqipëri dhe Kroaci, edhe në Serbi dhe në Dardani, sesa në Greqi, sepse grekët ortodoks, që nga shekulli i 6 dhe deri në ditët tona, kanë shkatruar të gjitha dokumentat e antikitetit. Fatmirësisht i kemi ruajtur ne. Pra ky është kthyer në një thesar për grekët, kjo që kemi ne. Këto pllaka janë për ta si pllakat e Mojsiut për hebrejt. Tani këto janë të rrezikshme këto pllaka sepse grekët kërkojnë territoret tona, por i kërkojnë këto territore thjesht, absolutisht, duke mbështetur në mite, nuk ka asnjë gjë reale, dhe nga e diun këtë. Pikërisht, etimologjia është një thikë me 2 presa. Në qoftë se ti gjen dokumente më të lashta,
të gjitha mitet e tua rrëzohen sepse janë vetëm iluzion. Fatmirësisht grekët nuk e dinin që ka mite më të lashta që janë gjetur në Azinë e vogël tek hititët, që kanë një emër tjetër, quhen dhe ata Alban. Alban do thot njerëz të bardhë, pra nuk quheshin hitit. Në gjuhën hitite Alba do thot reja, pra Alban do thot hynor, ai i Zeusit. Zeusi nuk përmendej me emër. Pra, grekët që ishin fenikas ngren koloni, dhe kolonia e tyre më e madhe është në Finiq. Quhet Foinikion. Shqipëria jon është terrorizuar nga këta fenikas. Janë semit, nuk janë indo-europian. Kjo është një kala gjigande, në Shqip quhet Kalaja e Ripsit. Është zbuluar në vitin 1963. Nuk di se çfarë ishte, por tani janë bërë gërmime më të thella dhe atje është gjetur vula e qytetit. Vula e qytetit është Foinikion, një lloj si Skodrinon, një lloj si Dardanon dhe një lloj si Albanon në Kruj. Do të thot bashkësia e fenikasve. Merrni frym thellë. Grekët origjinal janë një popull semit. Ata gjithashtu ngritën koloni në Gadishullin italik dhe sollën me vete alfabetin fenikas, që ishte alfabet hebre. Pra janë hebrejnë, pak a shumë. Hebrejnë kanë pushtuar Shqipërinë në vitin 1400 para Krishtit. Janë bërë nga amerikanët analizat e izotopeve të karbonit të gjetura pikërisht në amforat e qytetit dhe në çdo 1000 vjet zbërthehen atomet e karbonit, izotopet. Nga numri i atomeve të zbërthyera gjendet shtresa e tokës. Pra është 1400 vjeçare para erës sonë. Paka shumë 3500 vjet më parë, Shqipëria është pushtuar nga fenikasit. Fenikasit kur erdhën në Gadishullin ilirik, gjetën aty njerëz të bardhë, quhetën Alban. Ata ngritën koloni në jug të Francës, Galia e dikurshme, i quajtën vendasit Alban, kështu quhen fiset kelte. Ngritën koloni në Spanjë për të marrë mineralet të gjetura atje, argjendin dhe bakrin, edhe atje gjenden fise që quhen Alban. Kanë ngritur koloni në Britaninë e Madhe, edhe atje fiset vendase quhen Alban. Kanë ngritur koloni në Alba Longa, në Rom, vendasit quhen Alban. Kanë ngritur koloni në detin Kaspik, vendasit quhen Alban, dhe kryeqyteti i grekërve Pontik është Arbanion. Do ta sjell dokumentin origjinal të Bizantit. Kudo që shkonin fenikasit i quanin banorët e bardh Alban. Pra Arvanitas është emri i grekërve Pontik ose Arbanion. Kanë shkuar deri në detin Pontik, por edhe në detin Kaspik, siç e thash më herët, janë dy dete të ndryshme. Pra deti Pontik është deti i zi dhe deti Kaspik është më tej në thellësi të stepave ruse. Edhe atje kanë ngritur koloni dhe banorët përreth janë quajtur Alban. Ky emër mbijeton në gjuhën perse. Malet atje quhen albane në gjuhën perse, që është gjuhë indo-europiane. Gjuha perse ka regjistruar këta fenikas dhe kolonitë e tyre. Pra ishin një racë hebreje,
njerëz të shkretëtirës, njerëz që pinë gjak. Megjithëse numri i tyre ishte shumë i kufizuar, avantazhi i tyre ishte shkrimi. Pra ata nuk shikoheshin si pushtues, por si ndërtues. Prandaj nuk ka patur rezistencë. Nuk është regjistruar asnjëherë një luftë fenikase ilire. As më vonë nga veprat e Homerit, as më herët nga hititët nuk është zbuluar asnjëherë kur konflikt fenikas ilir. Nuk ekziston. As konflikti fenikas pers nuk ekziston, sepse fenikasit, siç e thash, në numra ishin shumë të vegjël. Pra ishin grupe të vogla tregtarësh që ngrinin qytete. Si ngrihet një qytet? Me arkitekt, me skulptor që do bëj statujën e Perëndis, me tempullin. Ilirët nuk kishin tempuj. Ilirët nuk kishin madje as perëndi, jo. Në gjuhën shqipe ne nuk kemi perëndi, që ta dim të kështu të sigurt fare. Pra, farat e qytetërimit i kanë hedhur fenikasit. Qytetet e para janë ndërtuar nga fenikasit. Këto janë qyteti i Shkodrës, qyteti i Rizonit në Malin e Zi, Tragourion është qytet në Kroaci, Salona, kryeqytet tjetër Dalmat në Kroaci. Damastioni, gjithashtu në fillim ka qenë koloni fenikase për nxjerrjen e argjendit në Kosovë. Dhe kryeqyteti i tyre është në Finiq, quhet Foinikion, fjalë për fjalë ata të ngjyrës së kuqe. Po përse do thoni ju? Fenikasit në fillim, sipas burimeve egjiptiane, rreth viteve 2500 para erëson, zbuluan një teknikë të jashtëzakonshme, përdornin gjethet e palmave, i fërkonin me linin dhe krijonin veshje me ngjyra të bukura. I ngjyrosnin. Edhe kur i fusje pastaj në ujë dhe i laje, kjo ngjyrë nuk ikte. Kjo metodë ishte shumë e kushtueshme dhe e vështirë. Fenikasit zbulojnë në brigjet e Izraelit të sotëm, në ishujt korale aty, disa midhje që lëshonin bojë ngjyrë blu, e cila kur bashkoheshte me linin bëheshte e kuqe si gjaku. Kjo teknik e shfrytëzimit të molusqeve, të midhjeve për lëshimin e bojës, të cilat ato e lëshojnë për të mbrojtur. Një lloj si oktapodi, kur do që të mbrohet, lëshon një lloj boje blu në të zezë për ta shashtisur armikun. Edhe midhjet kur sulmohen, kur përpiqesh të hapësh guackat, lëshojnë këtë bojë. Ky është një lloj helmi për peshqit, po për njeriun ka vetëm erë të keqe, shumë të rëndë, dhe aty ku bëheshin këto nxjerrja e bojës nga molusqet, të gjithë ankoheshin, madje dhe qytetarët grek që udhtonin në vendin e fenikasve, në Libanin e sotëm, ankoheshin për një erë shumë të qelbur të qytetit, por ja vlente sepse të gjitha rrobat perandorake ngjyroseshin me këtë lëngun e molusqeve, që quheshte foinos. Kjo nuk është fjalë greke, është fjalë fenikase, në gjuhën e tyre kjo quhet punt. Në fillim punt quheshin drurët e palmave me të cilat fërkoheshin rrobat e linit. Më vonë, kjo teknik filloi të përdorej me molusqet. Dhe mbeti ky emër, foinos, ngjyrë kuqe. I mbeti ky emër nga egjiptianët. Pra, Fenikia është quajtur punt. Në gjuhën greke, p-ja aspirohet, shqiptohet në fillim poinikos, ngjyrë kuqe, poinikion, vendi i fenikasve, Finiqi sotëm, dhe me kalimin e kohës, ph-ja e aspiruar kthehet në f. Kjo ka ndodhur shumë vonë, sipas burimeve greke në Aleksandri. Kjo ka nisur që nga shekulli 3 para erëson dhe është përfunduar në shekullin e 4 të erëson, ky zhvillim i gjuhës greke, ku ph-ja nistore kthehet në f.
Në fillim aksidentalisht, pastaj nga popullsia gjithmonë dhe më shpesh, për lehtësi të shqiptimit, Phoenikion bëhet Phoenikion. Phoeniki është emër i gjinisë femërore, që në shqip bëhet emër i gjinisë mashkullore. Emri Finiqit tregon që emrat femëror grek janë bërë emra mashkullor shqip. Thjesht emri Finiqit të dashur shqiptar, që ekziston në Shqipëri, që para 3500 vjetësh, tregon që ne jemi vendas. Por e kemi marrë këtë fjalë nga grekët. Tani, nuk është regjistruar asnjëherë asnjë konflikt fenikas grek. Të gjitha këto koloni fenikase në Spanjë, në Britaninë e Madhe, në jug të Francës, në Itali, edhe në Rom, në Alba Longa, edhe në Shqipëri, në Finiqi, kthehen papritur në koloni greke. Dhe shkrimi fenikas kthehet pa dashje në një shkrim grek. Dhe lind pyetja, si u bë ky transformim? Sepse nuk ndodhi vetëm në Shqipëri, ndodhi në Britani, ndodhi në jug të Francës, ndodhi në Kroaci, në Serbi, në Panoni, në Damastion, në Kosovë, ndodhi, në Maqedoni, ndodhi, në Thraki, në Azinë e Vogël, ndodhi, në jug të Italisë flitet edhe sot dialekti griko, është greqishtja e vjetër. Flitet edhe sot. Në Italinë e Veriut, Venetët, Ilirët ishin grek. Në bishkrimet e tyre është zbuluar emri Graikos, kështu i thonin vetes ata, Venetët. Ilirët Venet i thon vetes Graikos, e kam gjetur unë. Në vitin 2024 janë deshifruar nga unë bishkrimet e venetësve e tmerrshme, i thon vetes Graikos, grek. Ky është identiteti i tyre, ilirëve. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Tani ky film është i veçantë sepse bëhet drejt për drejt edhe në TikTok, edhe në YouTube. Pra siç e shikoni, unë nuk i redaktoj filmat e mi fare, janë origjinal, janë madhështor, janë të vërtet. Pra logjika njerëzore e çdo njeriu të zakonshëm nuk ka nevojë të jesh akademik që ta kuptosh që brenda natës shndrohen kolonit fenikase në koloni greke, në detin Kaspik, në detin e Zi, në detin Egje, në detin Adriatik, në detin Jon, në oqeanin Atlantik. Sikur një buton, e shtyp ti butonin edhe rindes të gjitha kompjuterat e Matrixit. E kuptoni, të gjitha serverat grek, dhe kthehet, është një përditësim për mendimin tim. Një lloj sikur ndryshon software-in në kompjuterit, e përditëson atë, duket sikur ke një program të ri. Në fakt është programi i vjetër, po më i mirë. Pra, programi Matrix grek është programi fenikas i përditësuar, me një të shtypur të butonit, nga deti Kaspik, në detin e Zi, në Danub, deti Adriatik, deti Jon, deti Mesde, deti Egje, oqeani Atlantik, me një të shtypur të butonit, nuk e bën dot edhe sot po të duash, shtype butonin, dhe ktheheti gjuhën britanike në gjuhë amerikane. I njëjti transformim. Kolonit fenikase bëhen koloni greke, me një të shtypur të butonit. Pra kemi të bëjmë me të njëjtën popullsi. Po çfarë ndodh? Kjo popullsi fenikase, siç e tham, ishte shumë e vogël, shumë e rrudhur. Mirë po, rezulton që gjysma e fjalorit të greqishtes, që quhet gjuhë pellazgjike, ose njerëz të zinj, ngjyrhiri, nga Pelios ose Pelion, i thon ngjyrë gri. Dhe kështu janë dhe të gjitha amforat e lashta greke, njerëzit janë ngjyrë gri. Sa ashtu ishin. Vendaset ishin të bardhë, alban. Është një lloj sikur të shkosh në Afrikë dhe do gjesh zezak.
nuk është etni alban, nuk do të thot shqiptar, do të thot njeri i bardh i Europës. Pra nuk ka lidhje Albani i Shqipërisë me Albanin e Kaukazit. Lidhja është sepse ky emër nëna erdhi nga Fenikasit. Ata Alban gjetën pranë kufirit me Persin, në detin Kaspik, në Kaukaz, Alban gjetën në detin Pontik, dhe grekët vetë quhen Arbanion. Alban gjetën në Rom, në Itali, në Alba Longa, dhe romakët e quhen veten Alban. Alban gjetën në Ishit Bretanik, keltët e quhen veten Alban. Alban gjejnë në fiset gjermanike, pra në Rinit, fiset gjermanike quhen veten Alban. Ore, çfarë ndodh? Ky matrix nuk na ka ndodhur vetëm neve, ju ka ndodhur të gjithë fiseve indo-europiane, janë quhetur njëkohësisht me të njëjtë shtypër të butonit, fise albane. Pra, kur ju dëgjoni sot minoritar që thonë që ne jemi nga Kaukazi, kjo tregon që grekët e sotëm janë po aq të liq, po aq shpirt kazmë sa gjyshrit e tyre Fenikas. Dhe kjo është arsyeja që gjysma e fjalorit të greqishtes nuk ka shpjegim në gjuhët e tjera indo-europiane, sepse janë me origjinë semite. Një pjesë të tyre janë gjetur, janë me origjinë egjiptiane, janë me origjinë hebreje. Po kur them me origjinë, vetëm ka ndryshuar mbaresa. Pra punt në gjuhën greke është kthyer në foinike. Pra p-ja është bërë f, por ky është emër egjiptian, emri i Fenikasve. Dhe ku e gjeun këtë? Në enciklopedinë e Bizantit. Për fatin ton të mirë, grekët kanë regjistruar çdo gjë, për mirë apo për keq. Pra, unë grekët i luftoj me armët e tyre. Me thikat e tyre i luftoj, me bajonetat e tyre unë i luftoj grekët, unë jam paqësor. Ata më vinë mua në peshkëpi, më vrasin shqiptar. Më thonë ke ardhur nga Kaukazi, dhe unë ju them grekërve, ja ku e keni Finiqin, kryeqytetin e Fenikasve o shpirt kazmë që se meritoni dashurin ton. Ju jeni nga shkretët tira, gjak pirës. Thjesht keni ndryshuar gjuhën. Në fakt, ata kanë marrë gjysmën e fjalorit nga ilirët, nga vendasit. Janë përzirë me ta. Pra gjysma e fjalorit është egjiptian, hebre, Fenikas, i pa shpjeguar dhe nuk do shpjegohet. Një pjesë e mirë e tyre është gjetur me origjinë egjiptiane, sepse janë gjetur pikërisht në piramidat e Egjiptit këto emra si në greqishtën e sotme. Pra, emri Foinike vjen nga punt që do të thot pikërisht druri i palmës në gjuhën greke. Me këtë dru fërkoheshin pikërisht rrobat e linit. Pastaj teknologjia avancoi dhe filluan të përdoreshin molusqet. Kjo quhet e kuqe si gjaku, edhe sot në gjuhën greke. Foinike do thot e kuqe si gjaku. Është në gjuhën greke të dashur shqiptar, por është emër me origjinë jo indo-europiane, është emër egjiptian, do thot palmë, me të cilat fërkohen rrobat. Por më vonë filluan të fërkoheshin rrobat me këtë lëngun që nxjerrin si helm molusqet për të mbrojtur nga peshqit grabiqar. Përdoret kjo për të ngjyrosur rrobat perandorake dhe një rrobë e tillë perandorake është gjetur në Dibër, të dashur shqiptar. Kryeministri shqiptar thotë që ky është zbulim i madh, mirë po Dibra është quajtur nga grekët penesteia, do thotë skllavëria. Më kuptoni apo jo? Dhe doberos vjen nga dobera, do thot bleta në gjuhën fenikase. Dibra mban emrin e bletës. Në gjuhën greke kjo është dhivra. Është në Konispol. Grekët vet kanë vërtetuar që janë Fenikas. Kjo është për te imagjinatës njerëzore. Ky është zbulimi më i bukur në botë.
Pra është sqaruar një herë për gjithmonë përse emri Alban është një lloj në Shqipëri, është për grekët Pontik në detin e Zi dhe është për grekët, domethënë banorët e bardhë, në gjuhën perse është kjo fjalë. Është emri i maleve sot në Persi. Ju betohem, Albania është edhe sot e kësaj dite në detin Kaspik. Pra sot u sqarua përse u bë masakra e Peshkëpisë. Grek shpirt kazëm, duke ditur shumë mirë që janë fenikas, të zinj, edhe sot e kësaj dite ashtu janë, nuk janë të bardhë. Kështu janë në amforat e tyre të gri, me ngjyrë gri. Ky është dhe kuptimi i fjalës pelargos, që vjen nga pelion, gri, dhe argos i bardhë. Është emri i pelikanit, pelargos. Dhe interpretimi si shari është pelasgos, do thot njëri gri. Është emri i fenikasve, të cilët dal nga dal u kthyen në grek. Numri i tyre ishte shumë i vogël. Qyteti i tyre quhet Skotousa, errësirë do thot në greqisht. Është emri i Afërditës. Do të thot hije-shi, nga fjala hije. Skia është në gjuhën greke, është bërë skotos e zezë. Por në gjuhën greke kjo s'ka kuptim. Në gjuhën shqipe hije do thot e zezë, po do thot dhe forma e trupit edhe bukuri dhe hije-shi. Është vendi ku është gjetur tempulli i Afërditës, që fenikasit e quanin Ishtar. Ky është emri origjinal i Afërditës. Të dashur shqiptar, ky është emri i perëndisë në Skotousa, e djegur nga grekët ortodoks. Afërdita është gjetur e plot, e bukur, me hije-shi në Shqipëri. Fjalët e Shqipës të trashëguara nga fondi indo-europian shpjegojnë fjalët greke. Fjala helene, mia, është vënë në gojën e grekërve pontik që veten e quajnë arbanion, njerëz të bardhë. Ato i thonë myga. Në gjuhën e Cakonias, dialekti dorik i Spartës, është bërë myza, në gjuhën shqipe është miza. Unë them që në vend të babait të Mitsotakisit dhe busteve të tjera greke që janë vënë në Shqipëri, shkoni dhe vizatoni miza. Është urdhri im për të gjithë ndjekësat e mi. Në flamurët grek, vizatoni miza. Se janë ngritur në Shqipëri. Në Himar, vini miza, edhe simbolin e mjaltit të mizës, ushqimi i mizës, ju bëf të mirë grekërve, gjake dhjam të dashur fenikas, që na keni pushtuar. Shumë faleminderit për qytetërimin. Ju faleminderojmë nga zemra të dashur fenikas. Pra përfundimisht, kalaja e Ripsit quhet Foinikion. Do thot koineja e fenikasve. Gjë më të mërshme është, janë gjetur 3 qytete në Greqi me emrin Finiq. Dhe me mbaresën shqipe mashkullore Finiki ose Finiqi. Pra, emrat femëror grek janë bërë emra mashkullor shqip. Gjuha shqipe është e lidhur me gjuhën greke. Ne nuk vim nga Kaukazi, o shpirt kazëm grek, o flisir hebreje. Vafsh në skëter dhe mos ardhshme. Prandaj, simboli juaj është miza. Miza, simboli i vdekjes, i kërmave, është simboli juaj, do t'ju avizatojmë në flamurin tuaj të ndyrë. Kudo? Do të ndryshojmë emrin Himar në Dimar, është emri dimrit në Shqip, o fliqësira nga Azia. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirëpafshim. Foinikion, koineja e fenikasve në Sarandë. E pabesueshme, e regjistruar live në TikTok dhe në YouTube. Mirëpafshim në filma të tjerë shkencor.